Kur të kërkosh diçka, kërkoje vetëm nga Allahu. Dhe kur të kërkosh ndihmë, kërko vetëm nga Allahu i lartësuar. Besimtari i lutet vetëm Allahut. Dhe besimtari kërkon ndihmë vetëm Allahut. Mbështetet vetëm tek Allahu i lartësuar. Në çdo namaz, madje në çdo rekat të namazit, ne këndojmë surën Fatiha, ku themi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. Ne i kërkojmë ndihmë vetëm Allahut të lartësuar. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ne ka këshilluar që t'i bëjmë punët e dobishme dhe t'i kërkojmë ndihmë Allahut për të arritur suksesin. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jaz. Interesohu për atë që të bën dobi. Kërkoj ndihmë Allahut dhe mos u bëj i paaft. Punoj shkaqet, lëviz, puno për të arritur gjërat e dobishme. Qofshin këto çështjet kësaj bote apo çështjet fesë, për të arritur mirësitë e dunjos dhe të ahiret. Pra puno dhe interesohu për shkaqet që të bëjnë dobi. Kërkoj ndihmë Allahut, mbështetu tek Allahu për arritjen e suksesit, se njeriu nuk mund të arrijë asgjë pa ndihmën e Allahut të lartësuar. Suksesi është në dorë të Allahut. Ai që na ndihmon për të arritur të mirat dhe për shpëtuar nga të këqijat është vetëm Allahu i lartësuar. Nuk duhet të tregohemi të paaft, të dobët. Kush nuk punon, kush nuk vepron shkaqet, është i paaft. Po kështu, kush punon shkaqet, por nuk mbështetet tek Allahu, mbështetet tek vetvetja, është përsëri i paaft. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ne ka mësuar që të kemi besim tek kaderi i Allahut. Ta dim se nëse Allahu e ka shkruar një të mirë për robin, ajo do të vijë dhe nuk mundet kush ta pengojë. Nëse Allahu nuk e ka caktuar që robi të arrijë një e mirë, nëse Allahu nuk e ka caktuar që robi të realizojë një të mirë, ai nuk ka për të realizuar atë. Sikur gjithë njerëzit të mlidhen që t'ia sjellin atë të mirë, nuk do munden t'ia sjellin, se nuk është kader, nuk ka caktuar Allah. Nëse Allahu nuk e ka caktuar që robit t'i ndodh një e keqe, ajo kurrë s'mund t'i ndodh, edhe sikur të mlidhen të gjithë njerëzit që t'ia bëjnë atë keqe, se nuk e ka caktuar Allahu. Dhe nëse Allahu e ka caktuar që robit t'i ndodh një e keqe, sikur të mlidhen të gjithë njerëzit për ta shpëtuar prej saj, apo për ta parandaluar atë, nuk do munden. Prandaj ka thënë profeti Rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Janë ngritur penat dhe janë tharë fletët. Ngritja e penës, e tharja e bojës tek pena dhe tek fletët, të cilat është shkruar kaderi, në kupton se çdo gjë është shkruar. Gjithçka ka mbaruar, janë shkruar si të mirat edhe të këqijat që u ndodhin njerëzve. Besimin kader e bën njeriu të qetë, të shpirt, sepse e di që do ndodhet vetëm ajo që ka caktuar Allahu. Besimin kader e bën besimtarin trim, sepse e di që nuk do të ndodhet vetëm ajo që ka caktuar Allahu. Besimin kader na shtyn që të jemi bujar, sepse ajo që ka caktuar Allahu për robin do t'i vijë. Besimin kader gjithashtu bën që robi të ketë siguri ke premtimi i Allahut subhanahu wa taala. Pra me besimin kader ne kemi shumë të mira. Ai që i beson kaderin dhe ka zemrën më të lidhur me Allahun, dhe mbështetet më shumë Allahut subhanahu wa taala. Kush beson kader ka më të lehtë të duroj se i ndodh diçka. Nëse ai që nuk beson kader nuk bën dot durim. Kush e beson kaderin, nëse i vjen një e mirë, falenderon Zotin. Lut Allahun që ta i bëjë të dobishme këto që u thash. Allahu shpëlbeft të mira. Alhamdulillahi rabbil alamin.